Përshëndetje miqtë e emisionit ton. Sot do të flasim për një patologji të kockave, jo shumë e shpesht tek të moshuarit, osteofitet, ose zgjatimet kockore në pjesën e fundit të themrës së këmbës, ose disa i quajnë si ato bishtat e qës, kam shumë që thot në këmbë. Pra, ka njerëz të cilët kur çohen në mëngjes duket sikur ato muskujt e tyre dikush i shpon dhe ai sikur ecën mbi gjemba. Këta njerëz ankohen për dhimbje në thembër, porsa çohen nga shtrati, për shpime gjatë ditës, sikur maja, thumbash ose gjëmbash ju shpojnë ato muskujt e këmbës dhe nëse do të preki me dorë pjesën e mesit të shputës së këmbës, ata ndihen një si dhimbje dhe një ndezje të lehtë. Kjo është shenja tipike e osteofitit të themrës së këmbës. Çfarë është në të vërtetë gjembi i themrës së këmbës ose osteofiti? Është një rritje e vogël kockore në pjesën e poshtme të kockës së themrës ose të kalkaneusit. Kjo është tamam siç formohen ato stalagmitet nëpër shkëmbëj, pra kristale të cilat sikur pikojnë kristale të kockës, të kalciumit dhe të magnezit, të zingut, sikur ikin nga kocka e themrës së këmbës dhe rrjedhin në pjesën e poshtme të saj. Dhe nga që rrjedhin, ato kalcifikohen përsëri sikur po formon një kockë të re. Kjo rrjedhje, si thua, e këtij lëngu kockor lidhet më së shumti me mungesën e këtij raportit kalium-kalcium në organizëm dhe lidhet edhe me faktorë të tjerë si mbipesha, qëndrimi gjatë në këmbë, inflamacioni në pjesën e shputës së këmbës e kështu me radhë. Si mund ta kuptoni juve? Si mund të fitoni juve pak njohuri që të lexoni me të vërtet një rrezatim të shputës së këmbës? Le t'ju shpjegoj më qartë edhe fizioterapisti jon, Valmir Bega. Faleminderit doktor. Atëherë këtu kemi një pamje të një grafie dhe këtu dallojmë në pjesën e fundit fundore të këmbës, pjesën e osteofitit, që është në formën e një themre, një zgjatim i kockor të vogël në pjesën e poshtme të themrës së këmbës, siç e sqaroi dhe doktori. Kjo mund të jetë shkaktari i atyre dhimbjeve gjatë ecjes, sikur dhimbje të shpimi dhe shkakton, sidomos gjatë vrapimit gjatë ecjes, dhe një dhimbje më të madhe, për shkak se mund të inflamojë edhe fascitin plantar të pjesës fundore të këmbës. Po cilat janë shkaktarët më të shpesht të shfaqjes së këtyre osteofiteve në pjesën e poshtme të këmbës? Një nga shkaktarët është mbi ngarkesa, si qëndrimi i gjatë gjithë ditës në këmbë, këpucat jo të rehatshme dhe faktori i moshës. Po, mbi 40 vjeç, është një nga shkaktarët më kryesor që mund të shfaqet edhe pjesa e osteofitit. Trajtimet janë konservative, por edhe kirurgjikale. Po më të mirat, sidomos, janë ato konservative ku trajtohen pa kirurgji dhe një trajtimet sidomos me fizioterapi, me qetësim dhe trajtime alternative që ato do na i shpjegojë edhe shumë mirë doktori, që është te kjo pjesë më i specializuar. Kur ishin të vegjël, vinim re të moshuarit që në drurët e njom pranë xhakut, ata vinin themrën e këmbës. Dhe tashti që jemi rritur, me të vërtetë unë kuptoj me të vërtet mekanizmin fiziologjik se si vepronte ai ujë që rrithte në drurin e njom që ishte i djegur. Ishte duke u djegur. Pra, në xhak hidheshin drur të njoma të cilët shpesh herë ishin të prerë me sopat. Druri në këtë pjesë digjej e në krahun tjetër nxirrte një ujë dhe një avull, ku njerëzit që kishin dhimbje në themrën e këmbës vendosnin themrat këtu mbi këtë avullin e nxehtë. Dhe çuditërisht ata ditën tjetër këmbën e kishin të shëruar. Po çfarë ndodhte me të vërtetë? Pra, këto acide organike që ishin në brendësi të këtyre gypave të drurit dhe të liberit,
pra janë ato tubat që përcjellin ujin dhe lëndën organike të përpunuar, atëherë nga djegja ato dilin këtu. Pikërisht këto acide, duke e ngjeshur këmbën, depërtonin në hapësirat midis kockave, midis qelizave dhe shkonin te kjo kocka e zgjatur dhe nga nxehtësia, nga aciditetet, nga kriprat ndikonin në shkrirjen e saj. Veç kësaj, ata e përplasnin thëmërën e këmbës si për të larguar, si thuash, atë dhimbjen që shkaktonte ky avull i nxehtë që dilte nëpërmjet gypave të drurit dhe të liberit midis këtyre rrafëve koncentrik që tregojnë edhe moshën e pemës. Atëre, le të vazhdojmë në ditët e sotshme, që ndoshta nuk na mungon ky luks, por si do të trajtojmë këtë osteofit në themrat e këmbëve. Përvoja jonë ka treguar që me rrugët që ne kemi gjetur, zgjidhja ka qenë dhe është 100% e sigurt. Atëherë, çfarë kemi bërë? Do të improvizojmë një dru që digjet dhe që çliron avull. Marrim një tull të kuqe, e futim në furrën e sobës dhe e lëm afërsisht deri në temperaturën, regjistrojmë sobën 100 deri në 110 gradë Celsius. E lëm tullën që të nxehet mirë, e kapim me ato dorashkat, e vendosim tullën mbi dysheme. Marrim pas kësaj një peshqir këmbësh të cilin mund ta palosim në 3 ose në 4. Peshqirin. E lagim peshqirin me uthull molle tegër. E lagim, e bëjmë qull dhe e mbajmë këtu pranë tullës. Marrim vajin reumer dhe e lyejmë të gjithë shputën e këmbës, por në veçanti këtë pjesën e thëmbrës së saj dhe ndërkohë përgatitemi për veprimin. Vendoset mbi tullën e nxehtë peshqiri i lagur me uthullën e mollës dhe mbi të menjëherë vendoset këmba e ngjeshur fort. Temperatura e lartë do të ndikojë në zbërthimin dhe në avullimin e uthullës, pra të acideve malike, tartarike që ndodhen në brendësi të saj, të cilat kthehen në avull, por nuk kanë ku kalojnë. Atëherë lehtësisht ato depërtojnë midis hapësirave qelizore dhe shkojnë, si thuash, dhe godasin këto kockëza të reja, të vogla, si ato fundet e shkronjave që ndodhen në fund të themrës së këmbës. Atëherë, bashkë edhe me vajin, duke marrë edhe acidet organike të vajrave, ato depërtojnë në brendësi. Ne duhet ta durojmë këmbën derisa me të vërtet na jep dhimbje që sikur na shkon në kokë. Mund ta mbajmë afërsisht 1 minutë e gjysmë, e heqim këtë këmbë, e përplasim në tokë si për të larguar pak dhimbjen, dhe ndërkohë vendosim këmbën tjetër që të mbaj avullin, si thuash, të presionuar këtu midis tullës së kuqe edhe shputës së këmbës. Pasi më është qetësuar pak dhimbja në këmbën që kemi osteofitin, e heq këmbën e shëndetshme dhe përsëri rivendosim këtë. E përsëritim këtë veprim 3-4 herë, derisa edhe tulla fillon që të ftohet dhe njëkohësisht këtu tek peshqiri edhe vlimi, si thua, ose kthimi në avull i uthullës është më i ngadalt. Pas kësaj marrim këmbën, e lyejm me atë ekstraktin e trupit, i vendosim përsëri vajin reumer dhe këmba ditën tjetër do të jetë 40 deri në 50% më mirë. Këtë trajtim e përsëricim 3-4 net, por me nga 1 ose 2 ditë pauzë, pushim. Do të vëmë re që nga trajtimi i tretë osteofitet këtu janë zhdukur. Atëherë, krahas këtyre, mundet që të përmendim përdorimin e disa suplementeve, siç janë këto që përmbajnë boronicën, këtë frutin e murrizit, në mënyrë që ai si miell kockash që është tretur aty poshtë, të fillojë dhe të na pastrohet nëpërmjet enëve të qarkullimit të gjakut. Ndoshta më lehtë, por jo në shkallë shumë të agravuara, këtë problem mund ta zgjidhim edhe në rërën e detit. Po të ecim kur është ai piku i nxehtësisë nga ora 12 ose 1 deri në 2
të pasdites, të ecim zbathur në rër derisa këmbët sikur të na përvelohen. I futim në det, në ujë, rrim 2-3 minuta këtu, ecim përsëri zbathur në rër në nxehtë, e përsërisim 4 herë këtë veprim dhe do të vëmë re që osteofitet edhe kjo rërë e nxehtë e detit i ka neutralizuar. Pra, këto janë 2 metoda të mrekullueshme që na ndihmojnë në eliminimin plotësisht të osteofiteve. Për një trajtim alternativ në për këto klinikat e fizioterapistëve, edhe Zoti Valmir mund të na i shpjegoj. Po, edhe me anë të fizioterapisë, si edhe me anë të mjekësisë alternative, ky problem zgjidhet më së miri. Me anë të fizioterapisë, ne fizioterapistët kemi vënë re që Shockwave është një nga aparatet më të mirë për të bërë eliminimin e këtyre zgjatimeve kockore në fundin e kalkaneosit ose të thembrës së këmbës. Gjithashtu përdoret edhe ultratingulli për uljen e inflamacionit, si edhe për pak kavitare, për të bërë atë thërmëzimin e këtyre grimcave kockore që shpojnë thembrën në fundin e saj, por përveç këtyre elektroterapisë përdoret dhe shumë mirë edhe terapia ushtrimore për të liruar sadopak fascitin plantar, për shkak se fasciti plantar nga çpimi që jep ky osteofit, kjo zgjatim në formën e një maje, inflamohet dhe krijon një dhimbje shumë të bezdisur në pjesën e poshtme të këmbës, sidomos gjatë ecjes ose gjatë vrapimit ose gjatë një aktiviteti më të rënduar fizik. Në klinikën tonë kemi vënë re që kombinimi i fizioterapisë me aparatura dhe me ushtrime për fascitin plantar, por gjithashtu edhe me vajrat esencial, sidomos vajin reumer, që është fantastik për uljen e inflamacionit në pjesën e fascitit plantar, kemi pasur rezultate shumë të mira dhe nga, do thoja, mbreslëndëse dhe në shkurtim në kohë. Që do të thotë që kombinimi i fizioterapisë me mjekësinë alternative është gjëja më e mirë në këtë rast për trajtimin e këtyre osteofiteve në pjesën e fundore të shputës së këmbës. Do lja e papërmendur që ekzaminimi sa më i shpejt i këtyre problematikave bën që dhe kurimi të jetë sa më i shpejt dhe më i mirë në kohë. Kuptohet. Po, kur problemi është i vogël, eliminohet shumë shpejt. Më shpejt. Ose më sakt, me një klysh ujku mund të bëjmë ç'të duam. Po, me ujkun duhet të mendohemi. Po. Të mos ta lëmë që klyshit na bëhet. Kështu që mos neglizhoni asnjë dhimbje të këmbës, hajdeni sa më shpejt në çdo lloj klinike fizioterapie ose në çdo lloj, diagnostikoheni dhe trajtoheni sa më mirë atë. Miqtë e emisionit ton, ky ishte emisioni për sot. Kjo ishte problematika që ne trajtuam sot. Mirupafshim në emisionin e radhës. Ju falenderoj.